Drejtori i përgjithshëm i Policisë së Shtetit, Skënder Hite, zhvilloi takime me strukturat e Drejtorisë së Policisë Kukës dhe Dibër, si dhe ato kufitare. Këto takime kishin në fokus sezonin turistik, sigurinë në shkolla, sigurinë rrugore, parandalimi i zjarrvënieve, shërbimi cilësor për qytetarët, si dhe goditja e çdo paligjshmërie. Gjatë takimeve, kryepolici Hita kërkoi nga strukturat policore angazhimin maksimal, vëmendje të veçantë për sigurinë në shkolla deri në përfundim të vitit shkollor, si dhe shërbime të hapura dhe me agent të policisë kriminale për të goditur elementët kriminal që tentojnë të u afrohen shkollave. Po ashtu u kërkua monitorim me mjete inteligjente të qarkullimit rrugor në akset nacionale. Për sa ju përket qendrave urbane, Hita shtoi kërkesat jo vetëm ndaj policisë rrugore, por edhe ndaj patrullave dhe forcave shqiponja. Siguria e turistëve ishte një tjetër porosi e drejtorit të përgjithshëm, duke lënë detyra për strukturat e policisë. Edhe ndaj policisë kufitare, Hita kërkoi shërbim më cilësor dhe shtim sportelesh në rast të fluksi. Drejtori i Policisë së Shtetit la detyra edhe për një problematik shqetësuese ndër vite, zjarrvënjet.